Nisën një mëngjesin tuaj pra me lajmet më të fundit. Senati pra mbështet projekt ligjin me 77 vota pro dhe 20 kundër në mbështetje të fortë nga të dyja partitë. 2 nga votat kundër ishin nga senatorët republikan Mike Lee dhe Ron Paul. Ky do të jetë viti 65 radhase që Kongresi është mbledhur në gjithë korridoret e 2 dhomat për t'i dërguar presidentit një projekt ligj të hartuar të mbështetur mbi forcën dhe mbrojtjen kombëtare, tha senatori Roger Wicker i Mississippit, kryetari i Komitetit Senatit Republikan për shërbimet e armatosura. Në një fjalim para Këshillit të Ministrisë së Mbrojtjes Ruse, terrat evropian duan rënien e Rusisë. Putini, në një fjalim përpara Këshillit të Ministrisë së Mbrojtjes Ruse, presidenti Vladimir Putin trajtoi disa tema. Agjencia RIA Novosti raporton se ai preku nga ndërhyrja e perëndimit të NATO dhe konflikti në Ukrainë tek situata gjeopolitike, ekonomia dhe aftësitë mbrojtëse. Pas një drafti të parë të planit të paqes të propozuar nga Trump, i cili shumë thonë se është përkthyer nga Rusishja, plani u rishikua nga Evropa dhe Ukraina në bashkëpunim me përfaqësuesit e Shteteve të Bashkuara. Putinit nuk i pëlqeu kjo punë, aq shumë sa sulmoi perëndimin me fjalimin duke përdorur këto fjalë: derrat evropian i janë bashkuar punës administratës amerikane, duke shpresuar të përfitojnë nga rënja e Rusisë. Sipas presidentit rus, perëndimi besonte se mund ta shkatërronte Moskën me sanksione, megjithatë ekonomia ruse nuk ka pësuar asnjë pasojë. Disa figura evropiane kanë harruar përgjegjësitë e tyre duke përqendruar në interesat personale. Udhëheqësit evropian po rrisin nivelin e histerisë duke menduar për një konflikt të mundshëm me Rusinë. Kjo ndodh teksa Rusia ka kërkuar gjithmonë zgjidhje diplomatike për situata të vështira, tha Putin. Ndihmat e NATO-s për Ukrainën vazhdon, deklaroi ai. Luta u nxit nga perëndimi në vitin 2022 dhe Rusia po përpiqet të jap fund konfliktit. Qëllimi i Moskës është të parandalojë zgjerimin e NATO-s vetëm me konfliktin. Rusia ka rifituar statusin e një vendi sovran, ndërsa Ukraina ka humbur sovranitetin dhe është zhytur në korrupsion, shtoi ai. Më pas shtoi, Rusia do vazhdojë të punojë në raketat dhe superdronët Unik Burevestnik dhe Poseidon për një kohë të gjatë. Sistemi i ri i raketave Oreshnik do të vihet në punë në fund të vitit. Patë edhe një referencë për armët bërthamore. Përmirësimi i forcave bërthamore strategjike është përparësi dhe ato janë elementi parandalimit, e mbylli Putin.